Gjirokastra turistike gjithmonë e më tepër është e pranishme në media ndërkombëtare. Së fundmi një grup xhirimi i televizionit publik gjerman po përgatit një dokumentar për promovimin e historisë dhe traditave të qytetit të Gurt. Pjesë e këtij dokumentari do të jenë edhe vlerat e zonës së Përmetit dhe luginës së lumit Vjosa. Ne ndodhemi në Gjirokastër për të realizuar një reportazh udhëtimesh për televizionin publik gjerman. Është një program mjaft i njohur në Gjermani, me një jetëgjatësi prej 20 vitesh. Për Gjirokastrën turistike dhe vlerat e saj po përgatisim një dokumentar prej 90 minutash që do të transmetohet në kanalin ton. Flet për hartën e udhëtimeve në Shqipëri dhe interesant është promovimi i Gjirokastrës, ndërsa prezantojmë mundësinë e udhëtimit për turistët këtu, aventurat që mund të përjetojnë. Gjithashtu, pjesë e këtij dokumentari është Përmeti si dhe lugina e Vjosës. It's a mixture for all the interesting things you can do in Albania in terms of tourism and traveling. Gjirokastra tashmë është kthyer në një destinacion të turizmit ndërkombëtar, ndërsa prej fillimit të vitit ka mirëpritur rreth 70.000 turistë deri më tani.